Mendimin e Allahut, unë do të shëroj diabetin tuaj brenda një. Ngjan me një video informuese të realizuar nga Miftiu i Kosovës Naim Tërnava. E përmes saj, pretenduese Tërnava rekomandoi një produkt për shërimin e diabetit, por realiteti është krejt ndryshe. Video është gjeneruar me inteligjencë artificiale, duke përdorur figurën dhe zërin e Miftiut Tërnava. Për materialin e fjalë, vetë Bashkia Islame e Kosovës doli me një reagim. Njoftojmë gjithë opinionin publik se video të cilat së fundmi po qarkullojnë në rrjetet sociale me personazhin e Miftiut Naim Tërnava nuk pasqyrojnë realitetin dhe nuk bazohen në fakte. Këto video paraqesin pretendime të pavërteta dhe mashtruese, e si të tilla janë edhe keq përdorimi i imazhit të Miftiut Naim Tërnava. Autorët e këtij materiali, avokati Ardian Baraktari, thotë se të duhet të ndiqeshin penalisht. Fillimisht duhet parë se për çfarë qëllimesh bëhet, në rast se prezantimi i RAM ka qëllim që të përfitojë në mënyrë të jashtëligjshme në çfarëdo forme, atëherë përsëri që kemi të bëjmë me elementet e veprës penale të mashtrimit, të përcaktuara në dispozitat respektive të kodit penal, për shkak natyrisht që një fenomen i tillë duhet të trajtuar nga ana e organeve të zbatimit të ligjit. E për cilën natyrisht shkalla e dëshkueshmërisë është me burgim deri në 5 vite, madje në rast se përfitimi është më i madh, atëherë shkalla mund të shkojë edhe më lart. Përfshirja e figurave publike në video të ngjashme, profesori Festim Rezanaj nga platforma hybrid.info tregon se janë të shpeshta. Rezanaj shpjegon se kjo bëhet për t'i dhënë kredibilitet videos. Po zakonisht në këto video kur kemi të bëjmë me produkte të caktuara ose sidomos këto shëndetësore që janë, përdoren shpesh figura publike në një farë forme për me i dhënë kredibilitet ose me rrit besueshmërinë e kësaj videoje. Kjo figure e Miftiut në një farë forme i jep kredibilitet asaj videoje që i bën audiencën thjesht me besu pa marrë parasysh faktit se ajo pjesa ku flet Tërnava është e gjeneruar me inteligjencë artificiale. Mungesa e edukimit për përmbajtje të tilla, sipas Rezanaj, ndikon që shumë t'ju besojnë atyre. Edhe inteligjenca artificiale është duke u perfeksionuar në masë të madhe që po është vështirë me i dallu, po te ne akoma nuk ka arrit në atë nivelin e përdorimit të tillë, sepse kryesisht përdoren këto mjetet që janë ma të lira ose pa pagesë, ndërsa është edhe dobësia e audiencës në një farë forme mos edukimi i duhur që me i njoh këto përmbajtje, edhe elementi tjetër që i bën të besueshme, por njëkohësisht edhe këto polarizimet e ndryshme që janë shoqërore. Përmbajtjet të ngjashme janë publikuar në masë të madhe, edhe gjatë fushatave zgjedhore të 7 qershorit. Personazhet kryesore ishin figura drejtuese të partive politike. Gjykata vendosi. Tash ec përdoret të dytë prokurorisë.